Me tone të larta dhe përplasje verbale u zhvillua këtë të seanca e radhës së megaoperacionit Plumbiard, një nga çështjet më të mëdha gjyqësore kundër krimit të organizuar në vend, sa dhe gjyqet u përfshi nga tensione mes përfaqësuesve të akuzës dhe mbrojtësve, ndërsa edhe disa prej pandeorëve ndërhyjnë drejt për drejt me akuzën ndaj prokurorisë. Gjatë seancës së pandeorit Petrit Qoli dhe Aslan Plaku kundërshtuan ashpër vijën e masës së paraburgimit, duke pretenduar se po mbahen prekosh në qeli pa një vendim përfundimtar. Po na varrosni për sigjalli, po na mbani në burg. Ju, jo Nuredin Dumani, ishin deklaratat që ata drejtuan në sallë duke ia faturuar përgjegjësinë prokurorëve për zvarritjen e procesit. Debatet u thedhuan në momentin kur prokuroria paraqiti prova shkresore. Spak bëri të ditur se në seancën e ardhshme do të vendosen në dispozicione dhe bisedat e siguruara nga komunikimet e gotuara, të cilat do të paraqiten përmes një CD-je dhe do të shfaqen në monitorin e sallës së gjyqit, materiale që konsiderohen kyçe për hetimin. Sa i përket gjendjes shëndetësore të pandehurit Aslan Plaku, prokurori çështjes Behar Dibra u shpreh se çdo shqetësim do të ndiqet përmes rrugëve ligjore dhe përmes përfaqësuesve të mbrojtjes, duke mos e konsideruar këtë argument si shkak për ndryshimin e masës së sigurisë. Përplasja e fortë pati edhe mes prokurorëve dhe avokatëve të Altin Docit, i cili ndodhet në kërkim për një muaji. Mbrojtja kërkoi që të vijë në dispozicion të plot të gjitha komunikimet e marra nga platformat e koduara përmes letërporosive ndërkombëtare, duke pretenduar se një pjesë e provave po mbahet fshehtë nga organi i akuzës. Prokuroria e kundërshtoi këtë pretendim, duke theksuar se çdo material është administruar sipas procedurave ligjore. Në përfundim, gjykata vendosi shtyrjen e seancës dhe caktoi datën 3 mars për vijimin e shqyrtimit, ku pritet të vazhdojë debati mbi provat dhe dokumentacionin e paraqitur në një proces që mbetet ndër më të ndërlikuarat dhe më të ndjeshmet për drejtsinë shqiptare.